Detajet të reja dalin në dritë nga ngjarja e kësaj të diele ku një 31 vjeçar u plagos marrëzjarri në zonën e Alliasit në kryeqytet. Sipas informacioneve të para nga policia dhe dëshmitarët në vendngjarje, 2 persona, i plagosuri dhe autori janë komshinjtë me njëri tjetrin dhe deri më sot nuk ishin evidentuar konflikte të mëparshme mes tyre. Megjithatë, burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive xhelozie, pasi Corrado Teodori ka dyshuar se bashkëshortja e tij është ngacmuar nga 31 vjeçari. Nga hetimet paraprake, mësohet se autori e ka ruajtur për disa minuta viktimen pranë banesës së tij dhe e ka ndjekur sapo ai ka dalë nga ndërtesa. Pas janë takuar, mes tyre ka nisur një debat të vivashpër verbal, ku Baci mohoi kategorikisht akuzat e ngritura ndaj tij. Por pavarësisht kësaj, tensionet janë rritur shpejt dhe për fat të keq, kanë kulmuar me përdorimin e armës së zjarrit. Teodori, i cili sipas burimeve ishte i vetëm në momentin e ngjarjes, e ka qelluar 2 herë me pistolet në pulpën e këmbës, me pas është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. I plagosur është transportuar me njëherë në spitalin e traumës ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, arma e përdorur në krim ende nuk është gjetur. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të bizneseve dhe objekteve pranë zonës së ngjarjes dhe po punon për të lokalizuar vendodhjen e autorit, i cili rezulton ende në arr ati. Burime policore konfirmojnë se ai mund të jetë larguar me një mjet të tretë dhe pritet të shpallet në kërkim. Sandrino Baci, që sapo ishte kthyer nga Italia, ku kishte jetuar për disa kohë, nuk kishte precedent penal dhe ishte i njohur si një person i qetë në lagje. Qinjet shprehen të befasuar nga ngjarja dhe tregojnë se mes 2 burrave nuk kishte pasur ndonjëherë përplasje publike apo sjellje të pazakonta. Policia e Tiranës ka nisur një hetim të plotë për të zbardhur rrethanat dhe motivet e sakta të ngjarjes, ndërkohë që pritet marrja në pyetje e familjarëve dhe dëshmitarëve që mund të kenë qenë të pranishëm në momentin e incidentit.